Kreu i SPAK liston problematikat në kuvend. Jemi nën presion nga krimi i organizuar dhe politika. Kreu i prokurorisë posaçme Altin Dumani ka evidentuar problematikat që hasin në punën e SPAK. Duke folur nga kuvendi, Dumani e vuri theksin tek presioni nga krimi organizuar dhe politika. Sipas tij, ndërhyrjet e jashtme rrezikojnë gjithashtu integritetin e prokurorëve dhe të procesit hetimor. Dumani theksoi se për të garantuar pavarësinë e SPAK-ut, si dhe mbështetje për prokurorët në çështje të ndjeshme, nevojitet një reagim më i koordinuar dhe në kohë i të gjitha institucioneve të cilat kanë përgjegjësinë e mbrojtjes së integritetit në SPAK. Ndërkohë janë shfaqur edhe disa problematika të tjera të cilat së bashku paraqiten si më poshtë. Presioni i jashtëm ndaj SPAK nga krimi i organizuar, aktor politik dhe mediatik i cili cënon pavarësinë e tij kushtetues dhe efektivitetin hetime. Ndërhyrjet e jashtme rrezikojnë gjithashtu integritetin e prokurorëve dhe të procesit hetimor. Për të garantuar pavarësinë e SPAK-ut si dhe për mbështetje për prokurorët në çështje të ndjeshme, nevojitet një reagim i koordinuar dhe në kohë i të gjitha institucioneve të cilat kanë përgjegjësinë e mbrojtjes së integritetit në SPAK. Vijimi i mungesës së përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre. SPAK konstaton se kjo problematik nuk është adresuar ende dhe thekson se mos përcaktimi i qartë i këtij statusi mund të cënojë vijimësinë e ruajtjes së standardeve të larta profesionale të hetimit të kërkuara nga publiku. Kuvendi, Këshilli i Ministrave dhe institucionet ndërkombëtare, siç është nënvizuar edhe në raportin vjetor të SPAK për vitin 2023, nga mungesa e një statusi të qartë prokurorëve të posaçëm, do të cënojë gjithashtu dhe vazhdimësia e hetimeve të rëndësishme të kryera nga SPAK. Vijimi i mos adresimit të akordimit të këshilltarëve ligjor pranë prokurorisë së posaçme, cilësojmë në mënyrë të përsëritur se mungesa e këtij standardi burimi njerëzor vën në vështirësi cilësinë e hetimit dhe prapësimeve të SPAK në ndjekjen e çështjeve në të gjitha shkallët e gjykimit dhe në gjykatën kushtetuese. Vijon ende të ngelet problematike numri ulët i referimeve nga institucionet publike përfshirë Policinë e Shtetit në lidhje me veprat penale në kuadër të korrupsionit dhe krimit organizuar. Përfundimi i ngritjes së sistemit të administrimit të çështjeve mbetet një prioritet për prokurorin e posaçme. Sistemi ka një ndërtim modular dhe në dhjetor 2024 ka përfunduar zhvillimin ndërtimi i moduleve. Për shkak të përfundimit të projektit mbështetës të IKATAP, ky proces është pezulluar dhe pritet të përmbyllet brenda vitit 2025 me fonde të BE-s. Ngritja e njësisë analizës SPAK do të shërbejë për të mbështetur hetimet komplekse, matjet e riskut dhe raportimet në kuadër të negociatave me BE-n. Moneval dhe raportime në kuadër të strategjive kombëtare të ndryshme ngelet një sfidë, po bashkëpunohet me ekspertë ndërkombëtar për të përshtatur një model sipas kërkesave dhe funksionit të SPAK. Vijon të mbetet problematik statusi i specialistit ndërlidhës në sektorin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe hetimet të përbashkëta, i cili trajtohet si punonjës civil bazuar në ligjin numër 95 viti 2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar të ndryshuar dhe në ligjin numër 152